Të kesh një fëmijë me nevoja të posaçme është shumë e vështirë. Për ditë ka sfida të reja. Por a e dini se Perëndia ka një plan të mrekullueshëm për jetën tuaj? Qëndroni me ne për të ndjekur një histori vërtet inkurajuese në programin e sotëm Shpresë për ty. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Mikesha të dashura, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Është kënaqësi që jemi sërish së bashku sot. Unë jam Marta dhe doja t'ju ftoja të qëndronit me ne në këto minuta për të dëgjuar një histori vërtet inkurajuese. Me mua në studio është Vera. Përshëndetje Vera dhe mirë se erdhe në programin ton. Përshëndetje Arta dhe mirë se ju gjeta. Ne ju tham në programin e kaluar, ku kishim Mikeshën e programit ton, Valmira Doçi, që ndau me ne diçka nga përvoja e saj me punën dhe mbështetjen e grupit Mamko, pra komuniteti i nënave, për nënat me fëmijë me nevoja të posaçme. Dhe ju thash paraprakisht që Vera do të ishte e ftuar në programin ton. Vera, a mund na tregosh pak për veten tënde? Përshëndetje të gjithëve që po na dëgjoni, uroj që t'ju inkurajoj ose t'ju jap sado pak shpresë dhe hir nga Perëndia. Unë jam Vera, jam mami 2 fëmijëve, Sara është 19 dhe Aroni 14. Sara është në spektrin e autizmit, gjë që na ka bërë jetesën ndryshe nga që kishim parashikuar. Kur ishte e vogël, ne pam që asaj filluan të zvoglohej fjalorit, të ndryshonte përqendrimi, gjë që na bëri të drejtoheshim mjekëve për vlerësime dhe për të gjetur arsyen pse po ndodhta. Flasim këtu para 17 vitesh, kur dhe vetë autizmi nuk është se njihej shumë ose informacioni mund gjej aq kollaj sa gjendet sot. Ishte shumë e vështirë fillimi, çdo gjë na u shkatrua, na u shëmb çdo gjë, çdo dëshirë, çdo ëndër që kishim ngritur. Por besimi në Perëndin nuk na mbajti asnjëherë larg fokusin drejt tij. Gjë që na bëri më të mundur ta ndihmonim atë dhe veten tonë. A mund të ndash me ne disa nga përjetimet e tua të para kur mësove diagnozën e fëmijës? Mund t'ju them faktin që për 2 muaj kam shtuar 20 kila. Nga stresi, nga e panjohura, nga çdo gjë që ne nuk kishim asnjë lloj informacione. Shërbimet terapeutike ishin shumë të pakta. Na ndodhte që ne bënim një herë në javë vetëm çerekore terapi në qendrën e kombinatet. Më pas arritëm me shumë sakrifica të fillonim një terapi intensive, një pagesë të konsiderueshme, por që na ndihmoi që të ndihmonim Sarën të ecë më përpara. Çfarë ishte e vështirë? Atëherë nuk dua të tremb mamat e reja që ndodhen në të njëjtën situatë siç jam unë. Në kohën time, para 17 vitesh, ishte vështirë, sepse kjo problemet mbaheshin të fshehura. Askush nuk dilte haptazi të fliste për autizmin. Prindrit që haseshin fillimisht me këtë sfidë, po duke qenë se nuk kishim terapi e gjëra, nuk kishim mundësi të shpreheshim me njëri tjetrin, të kurajonim njëri tjetrin. Kjo ishte vështirësia numër 1, sepse nuk kisha me këtë ndaja si problem. Nuk kisha dikë që t'i flisja, t'i kërkoja një mendim. Të gjithë më thënë, okay, se do rregullohet, mos u bë merak e gjitha. Nuk ishte problemi vetëm merakut. Problemi ishte si të ndihmoja fëmijën tim të dilte nga kjo situatë, si të ndihmoja veten time për të përballuar këtë situatë, si të ndihmoja bashkëshortin tim për të përballuar këtë situatë. Domethënë ishin shumë gjëra bashk dhe s'kisha askënd me këtë ndaja si problematik. Siç ju thash më përpara, terapia ishte vetëm një herë në javë çerekore. Më pas filluam terapinë intensive, mundësia në terapinë intensive ishte më e madhe për të komunikuar me mama të tjera dhe për të ndarë mendimet apo eksperiencat e fëmijëve. Ajo që unë këshilloj çdo mamë është merrni mendime se si ka funksionuar diçka me një fëmijë tjetër. Ndoshta jo 100% do ishte e ngjashme, por sadopak është ndihmë. Është ndihmë edhe një vajtje të parukierja si ka funksionuar me një fëmijë tjetër, apo heqja e pampersit, apo larja e dhëmbëve, domethënë çfarë do lloj gjëje, merrni mendime njëra tjetrën. Nuk është turp të pyesni, nuk është turp të merrni mendimet.
Unë e kam pasur këtë mungesë dhe uroj që mamat e reja sot me gjithë njohuritë që kanë për këtë situatë, pavarësisht që për çdo familje në çfarëdo lloj kohe është e vështirë, është mundësia për të ditur më shumë dhe për të ndihmuar njëra tjetrën. Ajo që do të thoja është në eksperiencën time të vështirë, mësova shumë gjëra nga Aja dhe humba shumë gjëra të tjera për të ndihmuar fëmijën tim. Sot është mundësia që mos ta filloni nga Aja, por të kapni më shumë kohën për fëmijën tuaj. Në fakt, një nga pyetjet e mia ishte se çfarë duhet të ndryshoje më shumë në jetën tënde për t'ju përshtatur nevojave të fëmijës. Dhe jo vetëm në jetën tënde, po dhe në kohën me bashkëshortin, me familjen e madhe. Pra çfarë duhet të ndryshoje për t'ju përshtatur nevojave të fëmijës? Sepse ndonjëherë nënat duket sikur ose i shumëzojnë me zero të gjitha, ose u japin përparësi të gjithave. Atëherë, si çdo mamë shqiptar, edhe unë momentin që martohesh bëhesh me fëmijë, kalon në elektroshtëpiake. Harron që ekziston vetë, harron që duhet kujdesesh për veten dhe të gjitha. Një nga mjekët e Sarës më thoshte gjithmonë, Vera Lyo, bëhu e bukur për veten tënde, nëse ti mban veten, erzaton më shumë pozitivitet. Dhe fëmia jot merr këtë gjë. Prandaj mama, mos harroni të marrni një buskuq në çantën tuaj. Moment që ndjeni mirë me veten, ndjeni mirë me çdo gjë. Ajo që është shumë themeltare, është të gjesh ekuilibrin në familja. Kanë shumë familje që shkatrohen në tilla situata. Partnerët që nuk arrin të pranojnë fëmijën që ka probleme, bashkëshortët që mbajnë gjithë peshën dhe që harrojnë që dhe partneri ka nevojat e veta, don vëmendjen e vet, fëmia që ka nevojë për ndihmë ka nevojat e veta, fëmia tjetër ka nevojat e veta, duhet gjesh një ekuilibër, sepse fëmia tjetër që është fëmia tipik, mendon që gjithë dashurinë ja ka marrë motra apo vllai që ka më shumë nevojë, dhe sidomos mama duhet gjej kohën për veten e vet. 10 minutash në ditë është minimalja që duhet t'i ofrojmë vetes son. Asgjë si ndodh fëmijës në 10 minuta nëse ne marrim të lexojmë një libër për veten, nëse ne ulemi të pimë një kafe vetëm me veten, akoma më mirë nëse kemi shoqëri, por t'i kushtojmë kohë vetes son, na rigjeneron. Mund të njerë bëja të shakan, për aq kohë sa ne vim në telefonin në karikim. Po ne ja kemi nevojë të karikohemi? Kështu që mama, gjeni kohën për veten tuaj. Do jeni më produktive me fëmijët. Pra do thotë që është e mundur të bëhet. Është e mundur të bëhet. Ne na duket e pamundur, por është e mundur të bëhet. Në fakt doja të pyesja Vera, Sara tashmë e ka kaluar dhe adoleshencën, pra nuk është në moshë të rritur komplet, por gjithsesi ka kaluar pubertetin, ka kaluar adoleshencën. Cila mendon se është faza më e vështirë, qoftë fizikisht, qoftë edhe emocionalisht? Absolutisht adoleshenca. Pavarësisht sfidave që secila nga mamat ka pas në fillim, sepse duke qenë se askush nuk përgatitet të ketë një problem familja, aq më tepër te fëmia. Vështirësitë e para të autizmit, sa fëmia të kuptoj prindin, sa prindi të kuptoj fëmijën, sa ti heqim ato kërkesat që fëmia e ka gjithkohës në rritje, ne na duket sikur është fundi i botës, dhe unë ndonjëherë them që ka mankuar kohë sepse adoleshenca ishte sfida e jashtëzakonshme. Në adoleshencë është ndryshimi hormonal, që fëmia nuk dinte ta shpjegoj. Në adoleshencë fëmia kupton që shoqëria ka të tjera qasje, nuk është më mbas fëmijës, nuk është mbas tij. Janë dy botë krejtësisht të ndryshme, se pavarësisht biologjikisht është njësoj si moshatarët. Logjikisht nuk është njësoj si moshatarët, gjë që e kuptojnë dhe ata që nuk janë njësoj, kështu që prindër kuptonin një gjë. Në adoleshencë fëmia ka nevojë më shumë suport, më shumë kuptim. Ka sfida e soj si që kemi pasur ne në moshën e tyra. Prandaj duhet jemi ne që e kemi kaluar atë fazë të kuptojmë fëmijët kur kalojnë në atë situatë. Në këtë periudhë tani të jetës tënde dhe të jetës Sarës, cila është nevoja jote më e madhe? Çfarë do të dëshiroje që të tjerët, apo si do të dëshiroje që të tjerët i qaseshin edhe të mbështesnin, apo për cila është pra nevoja? Sara është 19, siç u thash më përpara, për 17 vitesh ne njihemi që jemi në autizëm. Dhe fakti është që jemi mësuar shumë me këtë situatën se na duket çdo gjë normale.
Me thënë, nuk e llogaris fëmijën tim që ka nevoja ekstra apo diçka tjetër. E kuptoj kur me shoqërinë e klasës Sara nuk është se bashkohet. Unë ndoshta mund duket si egoizëm, nuk e kam lejuar të bashkohet me shoqërinë, duke qenë se nesër pas nesër kur ja do kërkoj shoqja, unë nuk kam ku t'ja gjej, sepse ndryshojnë gjërat. Jo gjithmonë gocat e klasës do jenë aty për ta ndihmuar se cila ka karrierën e vet përpara, sa është në një shkollë profesionale, kështu që të gjithë gocat e klasës, duke qenë se jemi për konfeksion, jemi gjithë goca, kanë egon e vet profesionale për të arritur diku, kështu që është më e vështirë të gjesh kohën e tyre te bashkëshortësarës, dhe unë kam zgjedhur që ajo të rri individualisht pa shoqe përveç meje. E kuptoj shumë mirë që ja ka nevojë për shoqëri, po që nuk arrin të jetë shoqja që të bëjë një bisedë e gjëra. Do jetë aty vetëm fizikisht. Është e rëndësishme të krijosh fëmijës një ambient stabil që mos të ketë shumë ndryshime. Unë besoj, paktën ajo që kam zgjedhur unë të bëj dhe uroj që Perëndia të jetë ajo që duhet bëja, është që i kam gjetur asaj një konstancë të vazhdueshme vetëm me mua ose me njerëzit e familjes, pasi secili ka jetën e vet, vazhdon jetën e vet, stadiet e veta, dhe Sara nuk do të arrijë ta kuptojë që tjetra vazhdon jetën e vet, ka oraret e veta të punës, ka oraret e veta të kohës lirë, jo gjithmonë korrespondojnë me oraret tona. Dhe është gjithmonë që mirë që të ketë një rutinë. Është një rutinë, kam zgjedhur të krijoj këtë rutinën e vazhdueshme pa ndryshime. Shpresoj që kjo të jetë një nga gjërat që mund ta bëjnë çdo nën, pavarësisht sakrificave, nuk diskutohet ajo, por që të krijojnë një lloj rutine për fëmijën e tyre që të mos ketë shumë luhatje. Ajo që më ndodh është fakti, kur takoj mama që kanë fëmijët po në adoleshent, çuna apo vajza, sidomos djem që arrin të shprehen, ata ndjehen të lënë mbas dore sepse shoqëria nuk i përkrah ose nuk i fton. Dhe ata kuptojnë që ka diçka që nuk shkon, pse ata nuk ftohen. Dhe duke qenë se kam dëgjuar këto histori më përpara, kam zgjedhur të bëj këtë hap te fëmia im. Nuk jam e sigurt nëse është e duhura, por them që dëshira e çdo mami është ta mbrojë fëmijën e vet. Kështu që un kam zgjedhur ta mbroj në këtë formë. Po sigurisht që shoqëria ndihmon. Kur fëmia arrin të shprehet, flasi, shoqëria ndihmon. Patjetër, secila nën ka situatat specifike, por që mendoj që kjo është diçka që mund të funksionojë me të gjithë. Uroj. Si të ka inkurajuar besimin në rrugëtimin në gjithë këtë rrugëtim me fëmijën? Edhe unë do ta kap duke nisur ne si shqiptar, si ballkanës apo ku ta di unë, domethënë si mund ta përshkruaj më mirë. Është fakti që ne kur na ndodh diçka, ne mendojmë që ne si prindër kemi mëkatuar, para arsit tanë kanë mëkatuar dhe kjo gjëja po reflektohet te problemi i fëmijës. Është një pjesë në Bibël kur nxënësit e Jezusit e pyesin nëse i verbëri po vuante pasojën që kishte mëkatuar ai apo familjarët e tij, dhe Jezusi i thotë jo, s'ka mëkatuar, por ai do shfaqe madhështinë e premtimeve të Perëndis. Nuk e kam humbur kur besimin nga Perëndia. Nuk e kam humbur kur besimin nga Perëndia. Jam mbështetur tek ai gjithmonë, edhe para se të isha e krishterë. Por duke e gjetur veten time në besim te Jezusi, duke ja dorëzuar veten time Jezusit, më ka bërë të kuptoj më shumë që jam aty për një qëllim. Që fëmia im ka këtë sfidë, unë kam këtë sfidë. Ashtu si prindër të tjerë kanë sfida të tjera. Secili nga ne haset me sfida, por që të kem në fokus dhe në qëllim Perëndin është gjëja më themeltare në familjen time. Amen. Fakt kjo është vërtet shumë e nevojshme për të gjithë ne, dhe sidomos kur është një situatë specifike. Vera, në programin e kaluar unë kisha në studio Valin dhe ajo ndau shumë me ne, në fakt në lidhje me idenë të qenit i pranuar nga shoqëria, por ndonjëherë dhe nga familja e madhe, familja e zgjeruar. Sa e rëndësishme është mbështetja e kësaj familje të madhe, pra gjyshërve, dajave, tezeve. Mbështetja e familjes është ndër gjërat më themeltare për të ndihmuar si prindin dhe ashtu fëmijën. Nuk është vetëm familja vogël, mami, babi, vllai apo motra. Janë dhe pjesa tjetër familjes së madhe, në moment që ata e pranojnë që ne kemi një situatë ndryshe nga një familje tjetër, që nipi apo mbesa kanë nevoja të tjera për të ndjerë të pranuar, për mos u ndjerë të distancuar, është shumë e rëndësishme.
moment që fëmia e kupton që nuk është i pranuar, dhe unë besoj që fëmijët në spektrin e autizmit kanë disa ndjesi tjerë zakonshme më të mëdha se ne, kur ata e kuptojnë që dikush mund t'i thot një përkëdhelje pa zemër, thjesht sa për të kaluar radhën, ata nuk ndjehen mirë. Pra, ata fëmia fillojnë e ndjen në një farë mënyrë. E ndjen, ka një telepati të jashtëzakonshme për ta kuptuar kush i do dhe kush nuk i do. Fëmia pranohet për atë që është. Nuk mund t'i themi jo një fëmijë kur nuk e ka zgjedhur ai problemin e vet. Ashtu si nuk mund të hedhim poshtë një fëmijë që mund të ketë marrë veset këqija dhe ta rrëzojmë e ta lejmë jashtë përkrahjes dhe ta lëm ta abandonojmë, një fëmijë që ka zgjedhur një vestë keq. Jo më një fëmijë që po është në një situatë që nuk e ka zgjedhur për asnjë arsye situatën në cilin është. Ne nuk e zgjedhim autizmin. Fëmia nuk e zgjedh autizmin. Bëhet pjesë e jetës sonë. Po dhe kjo është një nga arsyet që familja duhet ta pranojë edhe një pimbesin që ka këtë situatë dhe të jetë aty prezent, sikur ta mbaj 5 minuta për aq kohë sa i duhet prindërve për të dalë për të pirë një kafe, për të fuqizuar familjen. Mami dhe babi këtij fëmie kanë nevojë për një kohë të tyren, një 5 minuta një kafe poshtë pallatit. Ti e dikush që thot, ok, po ta shikoj unë fëmijën, dilni ju të dy të pini një kafe, apo dilni ju të shikoni një film, apo dilni të bëni një shëtitje. Prandaj do i bëja thirrje të gjithë familjes madhe, apo miqve, që nëse janë aty për këtë familje, për ta ndihmuar këtë fëmijë, ai fëmijë ka nevojë për një familje të shëndetshme. E familja e shëndetshme krijohet me ndihmë. Absolutisht. Absolutisht. Edhe është e vërtet, thash, në çdo situatë, por sidomos në këtë situatë specifike. Pra një tekst veçantë i duhet vënë qëndrimit që mban familja e madhe në raport me prindrit e një fëmije me nevojat posaçme. Ti ke dhe një djalë më të vogël, Po, që tani sigurisht ai është rritur, sa rëndësishme ishte për ty dhe si e ke trajtuar marrëdhënien që ai duhet të ketë me motrën e tij. Pra si mund të flasim fëmijëve, sepse ti the që ndonjëherë duket sikur nuk u kushton vëmendje atyre, sepse po merresh me fëmijën që ka më shumë nevoja. Si e ke gjetur këtë zgjidhje? Të gjesh ekuilibrat, kur Aroni ishte 3 vjeç në Kopësht, vjen dhe më thot mami ti nuk më do vetëm Sarën. Ishte një rënim i jashtëzakonshëm. Aty kuptova që po dështoja si mam. Isha hedhur më shumë te problemi i Sarës dhe kisha harruar që ekzistonte edhe Aroni. Pata bekimin e jashtëzakonshëm që psikologe e Kopshtit ishte një nga terapistët e Sarës. Dhe ajo ka punu shumë me Aronin, duke i thënë që mami të do, po motra ka më shumë nevojë se sa ty që ajo të bëhet, sa më shumë e aftë për veten e saj. Pra shumë e rëndësishme që të kenë edhe fëmijët terapi, ose më saktë një terapist për të folur me ta. Po, është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që prindit mos ta marrë si terapi te psikologu për fëmijën tjetër apo edhe për fëmijën me autizëm. Ta marrë si një kurs, ta marrë si kur po e çon të takoj një shok apo një shoqe për ta ndihmuar. Nuk kemi të aftë i bëjmë të gjitha gjërat. Ne, nuk kemi robot. Nuk kemi programe që duhet bësh 1, 2, 3 gjëra në listë dhe duhet i vazhdosh. Fëmijët janë të ndryshëm, me temperat të ndryshëm. Kështu që duhet të gjejmë një ekuilibër për të ditur çfarë do njëri dhe çfarë do tjetri. Unë do thoja një kuriozitet lezetshëm në lidhje në familjen time. Kur kam qenë shtatzane me djalin, kam ngrënë ca qeshja ku njëra nga qeshjit kishte gërmën A. Dhe zgjodhëm që fëmia do kishte emrin me A. Unë zgjodha 2 emra, im shoj zgjodhi 2 emra dhe Sara zgjodhi emrin Aron. Dhe nga Bibla e dim shumë mirë çfarë ishte Aroni. Ishte zëri dhe forca e Mojsiut. Dhe Sara zgjodhi pikërisht avokatin e saj të jetës, Aronin. Ai erdhi me një mision që kur ishte në barkun tim. Që do jetë zëri i motrës, mbështetja e motrës, pavarësisht se unë vazhdoj dhe i them. Dhe këtë e kam këshill për gjithë prindërit, sepse e di që shumë prindër i vënë fëmijës tjetër që ti do jesh aty vetëm për motrën apo për vllajën, gjithkohës për atë. Një lloj përgjegjësie. Duke i vënë para përgjegjësisë, i kam thënë ti mbirë dhe vazhdoj t'ia them kujt do mami tjetër apo motrë vllaj tjetër.
se cili ka jetën e vet, misionin e vet në jetën që ka përcaktuar Perëndia. Por ajo që unë i këshilloj këta fëmijë, motra, vëllezër është të mësojnë sa më shumë, të kenë një profesion sa më të mirë, që së paku të ndihmojnë ekonomikisht motrën apo vllajin. Jo të rrëzojnë jetën e vet, secili ka jetën e vet, do krijojë familjen e vet. Dhe kjo gjë nuk do të thotë që ti penalizoj ata sepse kanë motrën apo vllajin me nevoja ndryshe nga motrat e vëllezërit e tjerë, por të jenë aty të paktën nga ana ekonomika, pa ja hequr fëmijës vet. Sepse shumë veta më thënë në verë atje thua këtë gjë kështu sepse nuk e ka akoma atë fazën. Por unë besoj që nëse ne si prindër arrim të ndajmë gjërat dhe ti themi fëmijës tjetër, ti ke jetën tënde, pa i vënë presionin që do ketë përgjegjësi për motrën apo për vllajin. Njëjtën gjë unë i them Maroni, ti ke jetën tënde. Unë nuk e di ku Perëndia të ka caktuar të jetosh, në Shqipëri apo jashtë Shqipëria, në Tiranë apo në një qytet tjetër të Shqipërisë, me ne apo larg nesh. Unë dua që ti të jesh i arrir, i plotësuar si njeri, të jesh shembull për të tjerët, të vazhdosh ndjekësh rrugën e Perëndisë, të kesh hirin e tij gjatë gjithë jetës dhe të ndihmosh motrën në moment që unë apo babi nuk do jemi në gjendje ta bëjmë këtë gjë. Po kjo nuk do të thotë që unë ati të jetë çdo shpresë për të jetuar, apo të jetë çdo gjë. Vërtet ai ka emrin e rënë dhe e motra e zgjodhi, por ai gjithsesi do ketë jetën e vet. Kështu që prindër mos ja jepni këtë presion fëmijëve që në moshë të vogël. Ata nuk do t'i rrëzojnë poshtë motrat vëllezër. Paktën ne si mentalitet shqiptar e kemi ndihmën të njëri tjetri. Po mos ja heqim shpresën që ata kanë jetën e vet, të shijojnë jetën e vet, mos të ndjen në presion, mos të ndjehen keq në shoqëri pse kanë një motër apo vëlla ndryshe nga të tjerët. Le të japim lirinë fëmijës tjetër të jetojë jetën e vet. Të jetojë në mënyrën që Perëndia i ka caktuar të jetojnë. Ne jemi të vëmendshëm që ata mos marrin një hap të gabuar në jetë. Të jemi aty dhe për ata, por që t'i lejojmë të jetojnë dhe mos të kenë këtë presion është detyrimi jon numër 1. Duke i lidhur pak edhe me këtë gjëra që sapo tham për fëmijët, për motrat e vëllezërit, se si duhet të jenë mbështetje për më vonë. Doja të pyesja, cila është frika jote më e madhe? Unë e di që ti je në besim dhe ti e di që lutu më shumë, ki frikë më pak, domethënë lutja është duk frikën. Por besoj që e përballur me frikra të brendshme në jetën tënde. Cila është ajo frikë që e përballur më shpesh? Po frika më e madhe është ka qenë gjithmonë çfarë do ndodhë kur prindi s'është më. A jam unë gati ta bëj fëmin tim sa më tafë për jetën e vet? A do jetë ajo e përgjegjshme për veten e vet? A do jetë pengesë në jetën e të vllajit? Domethënë këto janë frikat më të mëdha që një prind ka. Jam shumë e sigurt që Perëndia do siguroj për Sarën dhe për çdo person tjetër. Kur ai siguron për zogjtin më për njerëzit. Ka shumë pjesë në Bibël që ne na japin shpresë, na tregojnë që Perëndia s'na lë vetëm. Por gjithmonë ngelemi te pjesa që frikat na shoqërojnë. Është gjithmonë ajo, kur s'jam mund çfarë do ndodhe me to. A do jem ngelet në ajo është e para në çdo prind. Unë jam e vetëdijshme. Një nga lutjet, ndoshta mund duket abstrakte për shumë njerëz, po i ngjashme në të gjithë mamat në këtë situatë, jo vetëm në Shqipëri, po dhe jashtë. Kur ne i lutemi Perëndis, Perëndi na jep të paktën 1 minutë jetë më shumë se ata. Ta dim që nuk ja lejmë barë tjetër kujt. E di që duket e dhimbshme, e frikshme, por është pjesë e jetës së çdo familje, e çdo prindi që është në këtë situatë. Dhe duke u bazuar te kjo dhe tek inkurajimi, cili është mesazhi yt për nënat që janë në situatën tënde? Edhe mesazhi im për mamat në të njëjtën situatë është: mama, Perëndia ju ka dhënë jetën, ju ka dhënë sfidën, por ju nuk jeni vetëm. Drejtojeni lutjet gjithmonë Perëndis. Mos mbani frikrat e jashtëzakonshme, ai do siguroj për çdo gjë. Njësoj si ju edhe un kam frikrat e mia. Njësoj si ju edhe un kam sfidat përditshme, situatat përditshme, që jo gjithmonë i gjej zgjidhja. Gjeni kohë për vete, gjeni kohë për bashkëshortet, gjeni kohë për fëmijët e tjerë, ashtu si gjeni kohën edhe për fëmijët që kanë nevojë për ndihmë. Jemi mama, jemi vajza, jemi bijat e dikujt. Perëndia na ka dhënë shumë potencial. Mos e mbani këtë situatën që t'ju mbysje.
po shikoni gjërat më pozitive që të merrni kësaj situate. Ato gëzimet e vogla që ne kemi kur fëmijët tam bëjnë progres, nuk kanë të krahasuar me asgjë. Ai përqafimi i fëmijëve tan kur janë të kënaqur, nuk ka të krahasuar me asnjë gjë. Shijojeni. Perëndia na ka vënë të shijojmë çdo gjë, ashtu siç kënaqemi kur shikojmë një lule në rrugë që ka mbjerë edhe kështu si gabimisht na duket, ne? Ashtu le të gëzohemi çdo momenti të ditës. Mos mbajmë frikra se çfarë do ndodhi mas shumë vitesh. Le të mendojmë gjërat hap mas hapi. Ta ndihmojmë fëmijën sot që mos të kemi ato frikra nesër. Nëse ne do vazhdojmë mbajmë frikrat, ne nuk kemi produktive as për veten, as për familjen dhe as që më pak, nuk kemi produktive për fëmijën që ka nevojë për na. Kështu që shijojeni jetën me gjërat më të vogla, me gëzimet më të vogla, që t'jemi produktive për këta fëmijë, produktive për vete dhe për të shoqërinë, për atë që ne jemi krijuar. Vera, të falenderoj nga zemra për gjithë shka që ndave me ne. Unë vetë e shoh si një gjë shumë inkurajuese, po edhe shumë informuese në të njëjtën kohë për shumë nëna. Kështu që një falenderim vërtet shumë i madh për sinqeritetin me të cilin ndave nga jeta jote. Faleminderit Arta për mundësinë, nuk e di sa mund kem qenë ndihmë për mamat. Një gjë që do i kërkoja dëgjueseve që nuk janë mamat një fëmijë me situata të tilla. Nëse keni një mikesh apo një komshi apo shoqja që ka një fëmijë me spektrin e autizmit, ftojeni për një kafe bashkë me fëmijën. Fëmija ndoshta mund të jetë shumë i lëvizshëm, mund të bërtasin në kafe, thojnë e se mame që kjo nuk është problem. Ai ka nevojë të shprehet. Po jini aty dhe për një kafe të thjesht, për një çaj. Ajo mam ka nevojë të pranohet. Ai fëmia ka nevojë të ndjehet i pranuar dhe i dashur nga njerëzit. Faleminderit për mundësinë që më dha Arta. Është kënaqësia ime dhe shpresoj që të gjitha mikeshat tona të inkurajohen përmes këtij programi, të cilin mund ta gjejnë në YouTube. Mjafton të kërkojnë TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2026. Ne ju inkurajojmë që ta ndani këtë program me të gjitha ato mikesha që mendoni se kanë nevojë për inkurajimin tuaj sot. Kështu kemi mbritur në fund të programit ton për ditën e sotme. Unë ju inkurajoj të na shkruani pyetjet tuaja, kërkesat për lutje apo të ndarni historitë tuaja me ne, duke na dërguar një letër në adresën TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, duke na dërguar një email në twralbania@gmail.com ose duke na dërguar një mesazh në faqet tona në Facebook dhe Instagram, Shpresë për ty. Bashkë do të dëgjojmë në programin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim dhe Perëndia ju bekoft me durim, me miqësi, me kohë të bukur. Ndoshët programin Shpresë për ty.